Dhe do ndalemi tani në të tjera zhvillime, por duke marrë pak informacion më shumë në lidhje me mbledhjen e gjyqtarëve, pasi kushtetuesja ditën e sotme do të vendosë nëse do ta kalojë apo jo për shqyrtim ankimimin e bërë nga qeveria sa i takon çështjes Balluku. Sido Barkaj do na sjell informacionet për këtë mbledhje të ditës së sotme. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Brekena dhe Flori, pikërisht ditën e sotme gjykata kushtetuese pritet të vendosë nëse do të kalojë apo jo për shqyrtim ankimimin e bërë nga zyra e kryeministrisë, konkretisht nga Këshilli i Ministrave, sa i takon masës së dhënë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, masa dhënë nga gjykata e posaçme për pezullimin e saj nga detyra dhe për ndalimin e saj jashtë shtetit. Megjithatë, zyra e kryeministrisë për Këshilli i Ministrave, konkretisht jemi të saktë, ka bërë ankimin vetëm për masën e parë për pezullimin të detyra. Në fakt kryeministri Edi Rama i ka hequr të drejtën e firmës zonjës Balluku dhe menjëherë ju drejtua gjykatës kushtetuese duke bërë ankimimin e tij për masën e vendosur nga gjykata e cila e pezulloi Belinda Ballukun nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre e energjetikës. Megjithatë, pritet tashmë që gjykata kushtetuese të vendosë nëse do të marrë në shqyrtim apo jo ankimimin e bërë nga Këshilli i Ministrave sa i takon kësaj mase të vendosur nga gjykata. Në argumentin e saj Këshilli i Ministrave ju drejtua gjykatës kushtetuese duke thënë se gjykata e posaçme ka tejkaluar kompetencat e saj duke ngatruar le të themi rolin e pushteteve sa i takon pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit gjyqësor. Sipas Këshillit të Ministrave, pezullimi ose heqja nga detyra e një zyrtari të lartë të Këshillit të Ministrave pra në rangun e ministrit është kompetencë e vetë Këshillit të Ministrave ose Kuvendit të Shqipërisë dhe jo i gjykatës. Megjithatë, nga ana tjetër, gjykata pretendon se në bazë të hetimeve që kanë nisur prej disa kohësh kundër le të themi ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila akuzohet për në lidhje me shkeljet e këtendrat, sa i takon tunelit të Llogaras, por dhe në lotin 4 në Unazën e Madhe e Tiranës. Megjithatë, sot pritet le të themi një vendim i rëndësishëm nga gjykata kushtetuese nëse do ta pranojë këtë ankimim apo jo. Cila gjyqtarja Sido që e merr le të themi përgjegjësinë për të vendosur nëse do të shkojë për shqyrtim apo jo ky ankimim i qeverisë së tij, edhe sqarove në fakt në lidhje me atë çfarë ka shtruar si çështje kryesore Rama? Do të jetë gjyqtari Emiliana Muça, e cila do të vendosë në lidhje me ankimimin e Këshillit të Ministrave sa i takon masës së vendosur ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku për shkarkimin e saj nga detyra. E qartë. Sido, faleminderit për gjitha informacionet që përcollën në studio. Faleminderit Sido.